Horoskopi ditor, e hënë, 1 dhjetor 2025. Dashi. Pozicioni i hënës paralajmëron një ditë me surpriza të papritura. Ka të ngjarë të hasni ngjarje që sfidojnë përshtatshmërinë tuaj. Përqafoni spontanitetin dhe lejoni fleksibilitetin të udhëheqë hapat tuaj. Profesionalisht, idetë e freskëta mund të sjellin mundësi të reja. Besojini instinkteve tuaja, por qëndroni të kujdesshëm me angazhimet financiare. Në marrëdhëniet personale, një takim i papritur mund të ndezë një lidhje të rëndësishme, duke shtuar një shkëndi në sferën tuaj shoqërore. Praktikimi i durimit dhe dëgjimit mund të forcojë lidhjet. Në frontin e shëndetit, kanalizoni tendencat tuaja energjike në aktivitete gjallëruese, si një shëtitje e shpejtë ose yoga për të ruajtur ekuilibrin. Përqafoni vëmendjen për të rritur qetësinë mendore. Orët e mbrëmjes sjellin një reflektim të qetë mbi arritjet e fundit dhe ambicjet e ardhshme. Përdoreni këtë energji për të planifikuar hapat e ardhshëm. Besojini ritmit të ditës dhe lejoni që natyra juaj e guximshme t'ju udhëheqë drejt përvojave të përmbushura. Kozmosi inkurajon qëndrueshmërinë dhe inovacionin, ecni përpara pa frikë. Demi. Sot yjet po theksojnë rëndësinë e qëndrueshmërisë dhe po marrin kohë për të rivlerësuar rrugën tuaj aktuale. Me Venusin në shenjën tuaj, ka një fokus të shtuar në dashuri dhe bukuri. Ky pozicion qiellor ofron një mundësi të përsosur për të rilidhur me natyrën, ndoshta me një shëtitje të qetë për të sqaruar mendimet tuaja. Financiarisht, qëndroni të kujdesshëm ndaj shpenzimeve impulsive. Zhvillime pozitive në karrierë mund të lindin nëse mbani një fokus të palëkundur në qëllimet tuaja, ndërsa bashkëpunimi mund të zhbllokojë zgjidhje inovative. Marrëdhëniet mund t'ju kërkojnë të tërhiqeni dhe të vlerësoni duke balancuar dashurinë me pragmatizmin. Bisedat me të dashurit do të rrjedhin më lehtë nëse trajtohen me empati dhe durim. Sa i përket shëndetit, sot është ideale për të filluar një rutinë të re mirëqenjeje, veçanërisht një që integron mirëqenjen fizike dhe mendore. Demi, aftësia juaj për të përzier stabilitetin me kreativitetin do të jetë aseti juaj më i madh sot, duke ju ndihmuar të përballoni sfidat me qetësi dhe vendosmëri. Binjakët. Me Merkurin që stimulon kuriozitetin tuaj sot, ka të ngjarë të ndiheni të fuqizuar intelektualisht. Është një kohë e shkëlqyer për projekte komunikimi ose për të menduar jashtë kornizave. Prisni të takoni njerëz tërheqës që ndajnë idetë tuaja vizionare. Megjithatë, mes këtij vrulli energjie mendore, mos harroni të qëndroni me këmbë në tokë dhe të shmangni marrjen e vendimeve të nxituara, veçanërisht në çështjet financiare ose marrëveshje. Në aspektin shoqëror, ju shkëlqeni me sharm dhe zgjuarsi, duke i bërë ndërveprimet veçanërisht të këndshme, qoftë me bashkëmoshatarët apo partnerët. Kjo energji nxit lidhje më të forta dhe mund të hapë dyert për miqësi të reja. Sa i përket shëndetit, kanalizoni energjinë tuaj mendore në aktivitete fizike për të shmangur lodhjen. Një rutinë dinamike ushtrimesh, edhe nëse e shkurtër, mund të ndihmojë në ruajtjen e qëndrueshmërisë suaj. Orët e mbrëmjes janë më të përshtatshmet për përpjekje krijuese ose planifikimin e projekteve të ardhshme. Konsideroni të shprehni veten përmes shkrimit ose artit për qartësi dhe përmbushje të shtuar. Përqafoni rrjedhshmërinë e ditës, binjak. Fleksibiliteti do të jetë çelësi juaj për të lulëzuar sot. Gaforria. Shtrirja qiellore e sotme ju inkurajon të përqendroheni në harmoninë e brendshme dhe mirëqenien emocionale. Ndikimi qetësues i hënës ofron një ditë të shkëlqyer për t'u angazhuar në praktikat e kujdesit për veten. Surpriza mund të lindin në sektorin tuaj të shtëpisë ose familjes, duke nxitur dëmshuri dhe përshtatshmëri. Sa i përket karrierës, është e dobishme t'i qaseni projekteve me një plan të strukturuar, duke lejuar intuitën tuaj natyrore të udhëheqë vendimarrjen tuaj. Kushtojini vëmendje detajeve, pasi rafinimi mund të hapë rrugën për njohje. Financiarisht, është e mençur të rishikoni shpenzimet e fundit dhe të planifikoni në përputhje me rrethanat. Në marrëdhëniet personale, momentet prekse me të dashurit nxisin një lidhje më të fortë emocionale. Prandaj përqafoni mundësitë për biseda të sinqerta. Aspektet shëndetësore nxjerrin në parë rëndësinë e ushqyerjes së mendjes suaj, ndoshta përmes meditimit ose aktiviteteve të kohës së lirë që nxisin relaksimin. Ndjekjet krijuese favorizohen, lejoni që ana juaj artistike të lulëzojë përmes pikturës ose muzikës. Ftoni qetësinë në ditën tuaj, gafore. Kjo energji rigjallëruese ju furnizon shpirtin dhe frymëzon rritje. Luani. Sot shkëlqeni fort ndërsa yjet ju pozicionojnë për leadership. Karizma dhe ngrohtësia juaj natyrore ndriçojnë çdo dhomë që hyni,
duke e bërë këtë një moment të përshtatshëm për të udhëhequr iniciativa të reja ose për të frymëzuar ekipin tuaj me ide të freskëta. Profesionalisht, është një ditë ku përpjekjet dhe kreativiteti juaj vihen re. Përdoreni këtë ekspozim me mençuri për të bërë hapa të rëndësishëm në karrierën tuaj. Fitimet monetare janë të mundshme nëse i shfrytëzoni mundësitë me zgjuarsi dhe largpamësi. Në marrëdhënie, shpirti juaj bujar nxit lidhje të thella me të dashurit. Planifikoni takime kuptimplote për të përforcuar këto lidhje. Nga ana shëndetësore, përfshirja në aktivitete që rrisin vitalitetin tuaj do të ndihmojnë në ruajtjen e energjisë suaj dinamike gjatë gjithë ditës. Konsideroni të provoni një sport të ri ose një sfidë fitnesi. Orët e mbrëmjes premtojnë kohë të lirë dhe argëtim, duke ofruar një shans të përsosur për të çlodhur me hobi që ju sjellin gëzim. Mos harroni, balanconi ambicien me dëmshurinë për të krijuar dinamik harmonike. Luan, prania juaj mbretërore hap rrugën për arritje dhe gëzim sot. Virgjëresha. Sot universi ju nxit të përqendroheni në saktësi dhe produktivitet, ndërsa Merkuri ndikon në natyrën tuaj metodike. Prisni që aftësitë tuaja analitike të jenë jashtëzakonisht të mprehta. Kjo është një ditë e përshtatshme për të trajtuar detyra ose projekte komplekse që kërkojnë vëmendje të madhe ndaj detajeve. Profesionalisht, kontributet tuaja do të vlerësohen dhe qasjet e strukturuara mund të sjellin rezultate të dobishme. Sigurohuni që të jeni të organizuar për të maksimizuar efikasitetin dhe mos hezitoni të ofroni reagime konstruktive. Financiarisht, është e mençur të kryeni një shqyrtim të plot të buxhetit dhe planit tuaj të kursimeve. Në marrëdhëniet personale, shprehja e mirënjohjes dhe shfaqja e vlerësimit mund të thellojë lidhje. Planifikoni momente intime me të dashurit për të ushqyer këto lidhje. Konsideratat shëndetësore nxjerrin në pa nevojën për ekuilibër. Integroni praktikat e relaksimit si yoga ose frymëmarrja e thellë për të ruajtur qetësinë. Mbrëmja favorizon relaksimin dhe reflektimin, duke ju lejuar të rimbushni energji. Virgjëresha, angazhimi juaj për përmirësim çon në përparim të kënaqshëm, duke hapur rrugën tuaj për sukses dhe lumturi të vazhdueshme. Peshorja. Në ndikimet astrologjike të sotme, harmonia dhe ekuilibri janë temat kryesore. Energjia favorizon diplomacinë, duke e bërë këtë kohën e përsosur për të zgjidhur çdo tension ose keqkuptim të mbetur në marrëdhënie. Sharmi juaj natyror rrit ndërveprimet, duke zbutur konfliktet me lehtësi. Profesionalisht, strategjitë krijuese mund të çojnë në përparime në punën në grup ose bashkëpunim. Mbani kanalet e komunikimit të hapura për të maksimizuar mundësitë. Aspektet financiare sugjerojnë planifikim të kujdesshëm. Merrni në konsiderat sigurimin e investimeve afatgjata që përputhen me vlerat tuaja. Personalisht, është një ditë për të investuar kohë në kujdesin për veten dhe bukurinë, ndoshta duke rivlerësuar stilin ose estetikën tuaj personale. Nga ana shëndetësore, balancimi i aktivitetit me relaksimin është jetik. Ushtrime të buta si pilates ose tai chi mund të ofrojnë si fokus ashtu edhe paqe. Mbledhjet shoqërore në mbrëmje ka të ngjarë të jenë ngritëse, duke ofruar gëzim dhe të qeshura. Mbani hapje ndaj perspektivave të reja sot, peshorja. Universi mbështet natyrën tuaj që kërkon paqe dhe ju fton të harmonizoni të gjitha aspektet e jetës pa mundim. Akrepi. Rrymat qiellore të sotme intensifikojnë fokusin dhe perceptimin tuaj. Intuita juaj është e mprehtë, duke e bërë atë një ditë të fuqishme për vetanalizë personale ose zbulimin e të vërtetave të fshehura. Profesionalisht, kjo është një kohë për të thelluar në çështje komplekse, qoftë me kërkime apo me eksplorimin e mundësive inovative brenda karrierës suaj. Tregoni kujdes me informacionin për të shmangur keqinterpretimet. Në marrëdhëniet financiare, një qasje e llogaritur mbron nga rreziqet e panevojshme. Marrëdhëniet mund të jenë transformuese sot, me shkëmbime kuptimplote që çojnë në një kuptim të thellë. Qenueshmëria është forcë. Thelloni lidhje duke ndarë veten tuaj autentike. Nga ana shëndetësore, përtëritja mendore është qelësi. Merrni në konsiderat meditimin ose shkrimin reflektues në ditar për të përpunuar emocione. Sonte, angazhimi në aktivitete që ushqejnë pasionin tuaj, si muzika ose shkrimi krijues, do të jetë përmbushës. Akrep, energjia juaj transformuese është e fuqishme dhe mund të drejtohet drejt rritjes personale dhe ndryshimit pozitiv. Besojini instinkteve tuaja dhe përqafoni potencialin e ditës për eksplorim introspektiv dhe ndriçim. Shigjetari. Sot yjet gjallërojnë shpirtin tuaj aventuresk dhe dëshirën për eksplorim. Është një ditë ideale për të vendosur qëllime të reja ose për të filluar projekte emocionuese, qofshin personale apo profesionale.
Optimizmi dhe entuziazmi juaj janë gjitës, duke frymëzuar ata përreth jush. Profesionalisht, bashkëpunimi mund të çojë në përparime. Puna në grup theksohet, prandaj përqafoni perspektiva të ndryshme. Financiarisht, është e mençur të bëni kërkime të plota përpara se të angazhoheni në sipërmarrje të reja. Në marrëdhëniet personale, energjia juaj e gjallë nxit eksitimin dhe mund të ringjallë lidhjet. Planifikoni dalje spontane ose diskutime intelektuale që krijojnë kujtime të qëndrueshme. Sa i përket shëndetit, kanalizoni energjinë tuaj në aktivitete fitnessi që sfidojnë dhe fuqizojnë, si ecja në natyrë ose një stërvitje dinamike. Mbrëmja ofron mundësi për reflektim, duke ju dhënë njohuri mbi ambiciet dhe planet afatgjata. Shigjetar, shfrytëzoni energjinë e bollshme të ditës për t'ju shtyrë drejt rritjes dhe horizonteve më të gjera. Mendja juaj e hapur dhe natyra juaj aventureske ndezin frymëzim dhe përparim në të gjitha fushat e jetës. Britsjapi. Me shtrirjen planetare të sotme, fokusi juaj në përgjegjësi dhe disiplinë shkëlqen. Profesionalisht, struktura dhe këmbëngulja janë jetësore ndërsa lundroni përmes detyrave dhe qëllimeve. Aftësitë tuaja udhëheqëse do të jenë në pa. Prandaj përballuni sfidave me besim dhe planifikim strategjik. Krijimi i rrjeteve mund të sjellë aleanca ose mundësi të dobishme për avancim. Financiarisht, merrni në konsiderat vlerësimin e investimeve për të siguruar stabilitet afatgjat. Në marrëdhënie, balanconi angazhimet e punës me kohën cilësore për të dashurit. Lidhjet e përzemërta mund të lulëzojnë kur ushqehen me empati. Në frontin e shëndetit, menaxhimi i stresit përmes teknikave të relaksimit si vetëdia ose një shëtitje e qetë mund të përmirësojë mirëqenien. Mbrëmja është perfekte për reflektim personal ose vendosjen e qëllimeve. Merrni kohë për vetëvlerësim dhe parashikoni rrugën tuaj përpara. Britsjap, disiplina dhe përkushtimi që aplikoni sot hedhin themelet për arritjet e ardhshme. Shijoni arritjet e bëra dhe qëndroni të hapur ndaj rritjes potenciale që ato frymëzojnë si për fushat personale, ashtu edhe për ato profesionale. Ujori. Energjitë planetare të sotme rreshtohen për të nxjerrë në pa mendimin tuaj krijues dhe qasjen inovative ndaj sfidave. Kjo është një ditë e shkëlqyer për të shkëmbyer ide dhe për të lançuar ide të reja. Ndërmarrjet profesionale përfitojnë nga perspektiva juaj unike. Dhe bashkëpunimi me individ me të njëjtat mendime çon në zgjidhje dhe përparime të papritura. Financiarisht, merrni në konsiderat përqafimin e teknologjisë ose metodologjive të reja që mund të nxisin rritjen. Në marrëdhëniet personale, hapja dhe origjinaliteti juaj nxisin lidhje pasuruese. Përvojat e përbashkëta me miqt ose partnerët mund të jenë thellësisht përmbushëse. Aspektet shëndetësore sugjerojnë një fokus në aktivitete që stimulojnë si trupin ashtu edhe mendjen. Merrni në konsiderat marrjen e një hobi të ri ose trendi fitnessi. Orët e mbrëmjes kërkojnë relaksim dhe rigjallërim, duke ju lejuar të rimbushni energjitë për ndjekjet e ardhshme. Ujori, universi inkurajon natyrën tuaj të menduarit përpara sot. Përqafoni rolin tuaj si vizionar dhe eksplorues. Pasi shpirti juaj inovativ ndez frymëzim dhe mundësi në përpjekjet personale dhe profesionale njësoj. Peshqit. Ndikimet kozmike të sotme theksojnë intuitën dhe empatinë, tiparet kryesore të shenjës suaj. Kjo është një kohë e rëndësishme për ndjekje shpirtërore ose projekte krijuese që lejojnë imagjinatën tuaj të fluturojë. Profesionalisht, përshtatni detyrat tuaja me besimet dhe vlerat tuaja për sukses autentik. Mund të lindin mundësi që kërkojnë perspektivën tuaj të dhëmshur, duke quar në ndikim dhe përmbushje më të gjerë. Financiarisht, intuita ju udhëzon në marrjen e zgjedhjeve të mençura. Marrëdhëniet pasurohen nga empatia juaj natyrore. Bisedat me zemër të hapur nxisin një lidhje më të thellë me të dashurit. Sa i përket shëndetit, merruni me aktivitete që ushqejnë shpirtin tuaj, të tilla si vallëzimi ose ushtrimet në ujë, për të gjetur ekuilibër. Orët e mbrëmjes ofrojnë qetësi dhe reflektim. Meditimi ose thjesht shijimi i qetësisë së natyrës mund të rimbush shpirtin tuaj. Peshqit, dita ju fton të besoni në mençurinë tuaj të brendshme dhe të përdorni dhuratat tuaja për të krijuar harmoni. Aftësia juaj për të ndëruar dhe për të inovuar hap rrugën për lidhje kuptimplote dhe rritje personale, duke avancuar në mënyrë harmonike udhëtimin tuaj të jetës me hir. Nëse ju pëlqeu kjo video mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja. Për ju një like nuk kushton asgjë, për ne është një ndihmë e madhe.